y'all I was gonna bump like this. Turn around and I make it jump like this. You wanna keep that boy that make it jump like this. Wanna think that I could make it bump like this. See, I told y'all I was gonna jump like this. How you not gonna know it when it hit like this? Ladies, drama, leaving home. If he ain't got it right by none, scratch him off. They just call me status about 20 strong. Trepça ka fituar duelin e tretë të serisë finale, duke zbutur në 2-1 epërsinë e Prishtinës në finalen e play-offit të si vjetëm në basketbol. Mitrovicasit i prishëm festën Prishtinës dhe rreth 3000 shikuesve që kishin mbushur sallën e Pallatit të Rinisë dhe Sportit në Prishtinë. Sigali me një fitore mund të shpallej kampion për herë të 7 dhe të 5 herë rresht. Trepça ka arritur të shënoj fitore me rezultat të lartë në Prishtinë prej 88-74 dhe pos 2 barazimeve në ndeshje, gjithnjë ka qenë në epërsi ndaj vendësve. Loja e fortë në mbrojtje e ka karakterizuar fitoren e Trepçës, ndërsa prishtinasve nuk u ka ecur asgjë në këtë takim. Trepça ka realizuar shumë pikë nga loja, shënoi 32 herë nga 61 tentime, duke qenë më shumë se 50% efikas nga loja. E në anën tjetër, Prishtina kishte efikasitet të ulët, duke shënuar vetëm 26 herë nga 62 tentimet nga loja. Por çka shkoi keq për Prishtinën në takimin e tretë e që mund të ishte vendimtar për këtë edicion, atmosfera fantastike e krijuar në fillim nga tifozeria Plisat, që edhe këtë herë kishte përgatitur një koreografi të veçantë për këtë takim, u zbeh në fund dhe rreth 3000 shikuesit u larguan kokë ulur e disa prej tyre edhe para kohe, mbase euforia e madhe dhe entuziazmi bën që Prishtina të fitojë ndeshjen ende pa e nisur, pasi skuadra Mitrovicase, me gjëse në disavantazh, nuk kishte udhëtuar me flamur të bardhë në Prishtinë. Madje këtë nuk e kishte pritur as aloqendra e Prishtinës, amerikani Alex Karkamo, i cili pak minuta para se të fillonte ndeshja, në mënyrë të veçantë dhe tejet romantike, i kërkoi martesë të dashurës së tij, Liri Elishas, e cila gjendej në mesin e shikuesve. Ai kishte pritur gjatë për këtë moment dhe më në fund ka fjalët magjike para shikuesve, që ishin dëshmitar të kësaj martese interesante, por që shpresojmë të jetë shumë e ëmbël se sa fundi i ndeshjes. Standing here looking in the mirror, saying damn to myself, I should have known the day would come, I should have found somebody else, and all the things I took her through, shit, I should have lasted this long. Now I need this telephone, calling to home, 'cause everyone is there. Këtë befasi të papritur e ka kritikuar edhe trajneri Prishtinas Arben Krasniqi, i cili ka thënë se lojtarët e tij e fituan ndeshjen ende pa nisur dhe u ka kërkuar madje falje Plisave për këtë humbje. Mendoj që atmosfera u konë shumë e mirë, po lojtarët kanë hi me siguri me nënçmim lojë, ekipa si ekip. Jena 2-1 me fitore dhe faktikisht kjo nuk është kurfar minuci për neve, mirë po është pak problem për shkak të këtyne shikuesve cilët me të vërtetë kanë bërë një atmosferë të mirë dhe tu duhet edhe mi u kërku falje, do me thonë për lojën tonë dopt. Ne duhet më munu me lujtë ma mirë, me siguri që kena potencial me bo ato, edhe do të bojmë ato në ndeshjen e radhës. Mbrojtja forte e Trepçës i prishi planet Prishtinës, ndërsa efikasiteti lartë nga loja ishte ajo që kishte kërkuar trajneri Pançe Milevski në të 2 ndeshjet e fundit. Në këtë takim të mysafirët u dalluan Gazmend Aslani me 26 pikë, 15 prej tyre nga treshet, pastaj Fikret Hanxhiç me 19 pikë, 6 kërcime, 4 asistime, Dinko Pelto me 12 pikë, 7 kërcime, si dhe Dime Tasovski me 11 pikë, 5 asistime. Kemi luajtur mbrojtje shumë mirë dhe agresiv, ndërsa në sulm kemi luajtur sa më të organizuar
dhe na ka shku sulmi dhe arritëm fitoren me ri. Edhe i falenderoj mas fare Torcidën që s'ka mujt me ardhë për shka që është këty me probleme që kanë pas. U mas fare këtë fitore kësha mjallë dediku Torcidës, tifazëve tonë të flak. Edhe u po që jena përgatit mjaft mirë, u po që këna lujt një loj shumë të mirë, një loj të organizune, një loj jo individuali, po ekipore, po u po që ja prishëm edhe festën Prishtinës. Shpresoj që edhe në lojën e Pejq kemi me lujt njëjtën mënyrë dhe shpresoj që këna fitu edhe atje. Prošle utakmice kad smo izgubili u Peću, rekao sam sve je moguće, finale je finale. Rekao sam i tad 600 Lojën e funit kur e humbëm në Pepa ta thënë se gjithçka është e mundur pasi kjo është finale dhe kështu e ka basketbolli. Është tepër e bukur kjo kupë për të hequr dorë kaq lehtë nga ajo. Lojtarët e mi luajtën shumë mirë në mbrojtje, sikurse që këtë e kemi bërë edhe në ndeshjen e fundit, por na mungonte efikasiteti në sulm. Sonte luajtëm mirë edhe në sulm, na eci edhe gjuajtje për 3 pikë që mendoj se ishin faktor vendimtar në këtë fitore. Prve dvije utakmice, ove utakmice smo odigrali napad dobro. Mi smo streljali, pogodili smo spoljne šuteve za 3 poena i pogodili bacanja i odigrali malo agresivnije na njihove vanjske igrače. To je bilo to. Međutim, imali smo dobar šuterski dan danas. Për Bardhe Kaltrit, më të dalluarit ishin Alex Karkamo me 18 pike 7 kërcime, Gaston Esengve me 17 pike 7 kërcime dhe Edmond Azemi me 16 pike 10 kërcime 4 asistime. Pa, lojtarët e Trepçës si të janë hinë lojë pa ngarkesë, se e kanë ditë që s'kanë çka me hup. Na nuk kena lujt mirë, kena lujt një mbrojtje që katastrofale. Kena pas 1% shuteve dopt, derisa ata kanë pas 1% shumë efikase dhe Trepça ka meritu fitore. Na nuk kena apliku lojën tonë, nuk ka qenë loja jonë, por prapë se prapë, adin na nuk kena dorëzu, si qysh nuk dorëzu Trepçë që është as na, dhe do të luftojmë që tash për lojën e katërt ku do zhvillohet ose në ose dika tjetër, por prapë duhet me falenderu pliseve që janë orë numër kaq madh me përkrojë ekipin tonë, dhe unë besoj që në lojën e katërt do të jepim edhe maksimumin edhe ndoshta do të festejmë titullin. Pikët e para në ndeshje ishin nën Fikret Hanxhish, ndërsa rezultati barazohet për herë të parë pas pikëve të Spaqit, ishin pikët e vetme të vendësve, të cilët pësuan më pas një seri prej 10-0 për 3 minuta, ndërsa Trepça kishte epërsi prej 10 pikëve, 12-2. Bardhe Kaltrit u kthjellën ka fundi i kësaj etape dhe zbutën epërsinë e lartë, por ky çerek u mbyll në të mirë të mysafirëve me 6 pikë plus 17-11. Trepça ka vazhduar të ruaj epërsim prej 6 deri në 8 pikë edhe në periudhën e dytë. Kahmesi kësaj periudhe, Prishtina nis një seri prej 10-2 dhe arrin të barazoj rezultatin në 30-30, 3 minuta e 40 sekonda, pa përfunduar kjo etap, e që nuk ishte përfunduar as për Trepçën. Basketbolistët Mitrovicas, me një lojë të mirë në mbrojtje dhe në krye me Aslanin e disponuar për lojë, rikthejnë epërsim prej 10 pikëve, pas një serie prej 12-2. 10 pikë të Aslanit dhe 8 të Jure Lozančićit bën që Trepça të shkoj me 10 pikë epërsi në pushim, 44-34. U mendua se ky ishte vetëm një shok i shkurt për vendësit dhe se ata do të këndellen në pjesën e dytë, siç kishin bërë zakonisht të stinor e në veçanti ndaj Trepçës. Mirë po mysafirët nuk i kanë lënë asgjë rastit, pranuan vetëm 2 pikë në fillim nga Esengve e më pas ka nisur një super seri prej 12-0. Tani me akter të tjerë, forca D e përbën nga Drilon Hajrizi, Dime Tasovski dhe Dinko Pelto ka bërë që Trepça të rris epërsin. E pas 5 minutave gjysmë, ky avantazh arriti maksimumin plus 20 pikë, 56-36, por ajo që ka përcjell vazhdimisht Trepçën në ndeshjet e fundit ishte forma jo konstante në fund të periudhës së tretë, ashtu ndodhi edhe të dielën mbrëmë në 3 minutat e fundit. Ata lejuan Prishtinën të udhëheqë një seri prej 12-1 për ta zbutur avantazhin në vetëm minus 8 pikë, 52-60, që ishte rezultati i pjesëlojës së tretë.
Pritë një finish dramatik në periudhën e 4, tani kur ishte zgjuar nga gjumi Prishtina. Mirë po, 7 aksionet të humbura rresht të vendësve dhe në anën tjetër, seria prej 10-0 mysafirve ka kthyer epërsim prej 16 pikëve të Trepçës. I vetmi që bënte rezistencë te Prishtina ishte Fahri Breca me treshët e tij, por edhe ky nuk mjaftonte. Mitrovicasit kanë ruajtur epërsim mbi 10 pikë, ndërsa për ta vërtetuar fitoren ishte treshja Tasovskit në 2 minutat e fundit për 14 pikë epërsi, me të cilin avantazh u mbyll edhe kjo ndeshje 74-88 për Trepçën. Ndeshja e 4 e finales së play-offit pritet të zhvillohet këtë mesjavë, ndërsa me një fitore të mundshme, Prishtina mund të shkvallet kampione. Shot